Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashk. Unë sot do të vi me një recetë gurabie për ditën e verës, të cilën do t'i përgatis me fruta të thata. Kam marrë 3 lloj rushe, rushi të thatë, kumba të thata dhe fij të thatë. Gjithashtu edhe lëkurë portokalle. Lëkurën e portokalles, kur e kam grirë, që kam bërë likon me lëkura portokalle, e kam ruajtur, siç e kam demonstruar dhe në videon e likos, dhe tani do ta përdor për ëmbëlsira, për gurabiet. Ju mund t'i bëni dhe me lëng portokalli, me shije portokalli vetëm. Për përsëri kemi gati, fillojmë pa humbur kohë, ta përgatisim recetën. Gjalpin do ta shkrim fillimisht. Do ta vendos gjalpin në mikroonde për ta shkrirë. Edhe gjalpin e shkrim, tani fillojmë të përgatisim gurabiet. Vendosim vezët. Dhe sheqerin, fillimisht, do t'i rajmë bashkë të dyja, dhe na bëhet një masë i njatë. Vendosim kosin. Vendosim mielin, ku më përpara do ta siti. Do ta vendosim godën tota. Vendosim godën e parë, fillojmë e trazojmë që mieli na tretet mirë. Vendosim dhe godat e tjera. Vendosim dhe paketën për kullim. Mund të përdorni edhe sobuke. Mund të hidhni një lugë kafe, jo plot, luga e kafes të jetë rafsh. Vendosim dhe sheqer vanilje. Vendosim dhe gjalpin. E i përzim të gjitha bashkë. Heqim rasën e vezëve. Dhe tani do ta punojmë me dorë, por fillimisht do të vendosim të gjitha frutat. Fiq të thatë, do të vendosim lëkurën e portokalles. Unë sa e kam nxjerrë nga frigoriferi në fakt, nuk e nxjerr më përpara sepse qulloset, edhe nuk më pëlqen fare, kurse kështu e shkërmoq kollaj. Të forta, sepse sa i kam nxjerrë nga ngrirja. Vendosim rushin e thatë, 3 llojet e rushit të thatë, pra përsëri rush të thatë dhe kulla të thata. Fillojmë dhe i përzim të gjitha bashkë. Do të vendos edhe një godë me miell semola. I vendosim pak fillimisht, sepse mund të mjaftoj me kaq, që brumi mos na dali pak i ujshëm, por na dali i butë. E kemi përfunduar edhe brumin e gurabieve. Tani do t'i hedhim pak vaj, që gjatë kohës që ne do t'i formojmë gurabiet, mos të na ngjitet brumi në përduar. E ngjeshim pak, që
që dhe vaj të futet në gjithë masën e brumit. Dhe tani kemi gati për t'i vendosur në tavë. I formojmë kurabiet dhe i vendosim në tavë. Madhësinë e kurabieve e vëni sa të dëshironi, si ju keni dëshirën tuaj. I kemi përfunduar edhe kurabiet, të cilat i kemi vendosur në tavë, dhe tani do t'i pjekim në temperaturën 200 gradë në furrë të parangror, po në këtë temperaturë. Kurabiet na janë pjekur, ngjyra ka dalë fantastike e pjekjes, tani do t'a shohim si na janë kulluar. Do t'i lëmë të ftojnë, ku do t'i vendosim në të zgarën, sepse kullojnë edhe më mirë. Nga pamja e jashtme, në ngjyrën e pjekjes duken shumë të mira. Tani, kur të naftohen, do t'i shohim se si janë pjekur brenda. Besoj se shumë mirë do e bërë, ardhën e kanë. Kurabiet na janë ftohur, tani do t'i vendosim në një pjatancë. I shohim si na janë bërë. Kurabiet na janë bërë shumë të mira dhe na kanë kulluar. Tani na ngelet vetëm t'i shijojmë. Ju bëf të mirë.